Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar, Zotit të botrave, të lartit të mëshiruesit. Gjithashtu, paqja dhe selamet qofshin mbi Muhammed Mustafan dhe shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në fillim më lejoni të ju përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Në këtë ligjërat do të flasim për virtytet e besimtarëve që do të trashëgojnë xhennetin Firdeus. Janë disa ajete nga kaptina El Mu'minun, të cilat na japin mesazhe edukative për këto besimtarë. Kjo sure fillon me një shpallje të fuqishme, ku thuhet qad aflahal mu'minun. Pra, është e sigurt që kanë shpëtuar besimtarët. Kjo nuk është një deklaratë e thjeshtë, por është një premtim i madh nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Po vallë, kush shpëtoi? Kush janë ata që shpëtuan? Suraja në vazhdim na tregon për këto cilësi. Ku thuhet alladhina hum fi salatihim hashi'un. Ata të cilët janë të përulur gjatë namazit të tyre. Pra, këtu qartasi tregohet për rëndësinë e namazit, si një komunikim i shenjtë me Allahun, i cili na ngrit në grada të larta shpirtërore dhe na forcon. Allahu xhaleshanuhu jo rastësisht e përmendi namazin si kusht të parë pas besimit, pas pranimit të fesë, për të treguar vlerën dhe rëndësinë e tij. Ai gjithashtu e bëri atë pikë dallim në mes besimtarit dhe jo besimtarit. Andaj, le të jemi ne prej atyre të drejtëve dhe prej atyre që e falin namazin. Më pas, Allahu xhaleshanuhu thot: "Walladhina hum anil lagwi mu'ridun." Dhe ata të cilët ju shmangën të kotës, qoftë fjalë ose punë. Allahu xhaleshanuhu këtu e ka përdorur shprehjen legui, që do të thotë shmangje e tërësishme nga çdo gjë e kotë. Allahu i madhëruar në shumë ajete betohet për kohën, duke e theksuar atë si të shenjtë, e duke treguar se kush nuk di ta menaxhojë atë është i humbur. E aq më e humbur konsiderohet ajo kohë të cilën ne e harxojmë me punë dhe fjalë të kota. Më pas Allahu xhaleshanuhu thot: "Walladhina hum liz-zakati fa'ilun." Ata të cilët e japin zakatin. Kjo ajet është i mrekullueshëm në mënyrën se si është shpallur. Këtu Allahu xhaleshanuhu e përdor shprehjen fa'ilun, që do të thotë se besimtarët dhe banorët e Firdeusit janë ata të cilët e bëjnë në vazhdimsi zakatin. Andaj kjo i dallon besimtarët e Firdeusit. Ata mundohen që me zakatin jo vetëm ta japin, por edhe ta pastrojnë brendësinë e tyre. Më pas Allahu xhaleshanuhu thot: "Walladhina hum li furujihim hafidhun." Dhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, me përjashtim me gratë e tyre që i kanë në kuror dhe që i kanë në pronësi të tyre, për ato të cilët nuk do të jenë të qortuar. Allahu xhaleshanuhu këtu haptazi na tregon dhe flet për nderin, si një krenari të cilën ne duhet ta çmojmë dhe ta ruajmë nga ligësitë dhe shfrenimet e dynjas. Dhe gjithashtu na tregon se dëfrimi dhe kënaqësia duhet të jetë vetëm në mes bashkëshortëve. E ata të cilët kërkojnë dëfrim tjetër pos kësaj, të tillët janë ata të cilët i shkelën normat e Allahu xhaleshanuhu. Më pas Allahu xhaleshanuhu i radhit si trashëgimtar të Firdeusit ata të cilët e ruajnë amanetin e dhënë, qoftë fjalë ose punë. Këtu qartas tregohet besnikëria dhe sinqeriteti i cili duhet të ekzistojë në marrëdhënie në mes njerëzve. Dhe gjithashtu këtu flitet edhe për ata të cilët janë të kujdesshëm gjatë kohës së namazit së tyre. Dhe ajeti i fundit thot: "Dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit së tyre." Pra, këtu tregohet koha dhe rëndësia e namazit. Ne jemi ata të cilët kemi nevojë për Allahun dhe jo ai për ne. E në fund vijojnë di ajetet të cilët na tregojnë për fundimin e besimtarëve të drejtë dhe të sinqertë, ku thuhet: "Të tillë janë mu ata trashëgimtarët e Firdeusit, të cilët e trashëgojnë Firdeusin dhe aty do të jenë përgjithmonë."
Këto janë ajetet më të bukura dhe lajmet më të gëzueshme për besimtarët e Firdeusit. Allahu xhaleshanuhu këtu e ka përmendur shprehjen warithun, që do të thotë një natyrshmëri e ligjshme që u takon besimtarëve të Firdeusit. Fjala warithun nuk kupton një të drejtë të ligjshme, pra atyre u takon Firdeusi dhe ata do ta trashëgojnë Firdeusin. Dhe gjithashtu përmendet shprehja Khalidun, që do të thotë ku ati do të jenë përgjithmonë. Këtu gjithashtu tregohet edhe shpërblimet e Allahu xhaleshanuhu, se shpërblimet e tij janë të pakufishme dhe nuk kanë një kohë të caktuar. Lutim Allahun xhaleshanuhu që ne të jemi praktikues të këtyre obligimeve dhe më pas si shpërblim të marrim xhennetin Firdeus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.